Si ndryshuan muslimanët botën? Shpikje që përdorim çdo ditë. Qytetërimi islam ka luajtur një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në zhvillimin e botës moderne. Gjatë periudhës së njohur si epoka e artë islame, rreth shekullit 8 dhe 13, dietarët musliman dhanë kontribute të mëdha në shkencë, mjekësi, matematikë, teknologji dhe kulturë. Shumë prej shpikjeve dhe ideve të tyre vazhdojnë të përdoren edhe sot në jetën tonë të përditshme, shpesh pa e kuptuar origjinën e tyre. Këto arritje jo vetëm që ndikuan në botën islame dhe botën përhapur andej e këndej, por u përhapën edhe në Evropë dhe më gjerë, duke formuar bazat e qytetërimit modern. Një nga kontributet më të rëndësishme të muslimanëve është në fushën e matematikës, algebër. Fjala algebër vjen nga libri Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal Muqabbala, i shkruar nga matematikani i famshëm Al-Hawarizmi. Algebra sot përdoret në shkolla, ekonomi, inxhinieri dhe teknologji. Po ashtu sistemi i numrave që përdorim sot, fshir numrin 0, u përhap në Evropë përmes dietarëve musliman, edhe pse kishte origjinë indiane. Pa këtë sistem, llogaritjet moderne do të ishin shumë më të vështira. Në mjekësi, muslimanët sollën përparime të jashtëzakonshme. Mjekë si Ibn Sina, Avicena shkruan libra që u përdoren për shekuj në universitetet evropiane. Vepra e tij Kanuni i mjekësisë shërbeu si tekst bazë për mjekët dhe studentët. Muslimanët ishin të parët që ndërtuan spitale moderne, ku pacientët trajtoheshin falas dhe ndaheshin sipas sëmundjeve. Ata zhvilluan metoda kirurgjikale, përdoren anestezi primitive dhe theksuan rëndësinë e higjienës, diçka që sot është thelbësore në mjekësi. Edhe në teknologji dhe shkencë, kontributet janë të shumta. Ora mekanike, instrumentet e navigimit si astrolabi dhe përmirësimi i busullës ndihmuan njerëzit të matin kohën dhe të udhëtonin më saktë. Këto shpikje ishin vendimtare për zhvillimin e tregtisë dhe eksplorimeve detare. Në kimi, dietarë si Xhabir ibn Hayyan hodhën themelët e kimisë moderne, duke zhvilluar procese si distilimi, kristalizimi dhe filtrimi, të cilat përdoren ende sot në industri dhe laboratora. Një tjetër fushë e rëndësishme është ajo e jetës së përditshme. Shumë produkte që përdorim sot si sapuni, parfumi dhe kozmetika u zhvilluan dhe u përmirësuan nga muslimanët. Ata i kushtuan rëndësi të madhe pastërtisë personale, e cila ishte pjesë e besimit dhe kulturës së tyre. Gjithashtu koncepti i bibliotekave dhe universiteteve të organizuara u zhvillua në botën islame, duke nxitur arsimin dhe kërkimin shkencor. Në përfundim, muslimanët kanë ndikuar thellësisht në zhvillimin e botës përmes shpikjeve dhe ideve që përdorim çdo ditë. Kontributet e tyre në matematikë, mjekësi, shkencë dhe kulturë tregojnë se bashkëpunimi mes qytetërimeve dhe ndarja e dijes janë çelësi i përparimit njerëzor. Trashëgimia islame mbetet një pjesë e rëndësishme e historisë botërore dhe një dëshmi se dija nuk ka kufi.